U inaugurua më 22 qershor të vitit 2024, por gati një vit më pas, dyert e markatës së peshkut vazhdojnë të qëndrojnë të mbyllura. Ditën e inaugurimit u premtua se për 2 muaj do të hapej dhe do të vendosej në funksion duke kaluar në administrimin e Bashkisë së Vlorës. Por kjo gjë nuk ka ndodhur ende dhe madje markata nuk ka kaluar as në administrimin e bashkisë. Absurd është fakti se nuk i ka hapur dyert ky investim, në një kohë kur është emëruar prej kohësh edhe administratori i markatës së peshkut, por janë vendosur edhe disa punonjës të cilët marrin rrogat pa bërë asnjë punë. Madje mësohet se paguan edhe shpenzimet e tjera që lidhen me energjinë elektrike dhe ujin e pishëm. Mësohet se ka një përplasje mes institucioneve që janë Ministria e Ekonomisë, Ministria e Bujqësisë, por edhe Bashkia e Vlorës. E ndërsa kanë rënë dakord në parim që markata e peshkut të administrohet nga Bashkia e Vlorës, zyrtarisht dhe me shkrim, një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende. Markata e re e peshkut në Vlorë është një investim i shumë pritur, prej 186 milion lek dhe ka një hapësirë prej 1300 m2 dhe 14 doma frigoriferike, duke ofruar kushte optimale higjieno-sanitare për sigurimin ushqimor dhe rritjen e kapaciteteve magazinuese. Kjo markatë e integruar në portin e peshkimit në Vlorë do të funksionojë sipas standardeve të Bashkimit Evropian, duke formalizuar sektorin dhe lejuar eksportin e produkteve direkt në vendet e Bashkimit Evropian. Por se kur do të hap dyert, deri më tani kjo gjë nuk dihet, edhe pse ka kaluar një vit nga premtimi. Mbetet për tu parë nëse do të ndodh gjatë sezonit turistik të këtij viti, por shqetësi, mbyllja e markatës dhe moshapja ende e saj është edhe për vetë tregtarët apo peshkatarët, të cilët produktet e tyre vijojnë që t'i tregtojnë ashtu si kundër kanë bërë deri më tani, ndërsa nëse markata do të hapej, do të ishte një treg edhe më i sigurt për ta.